Vandalizimi i hapësirave publike është një temë e cila e ka shqetësuar shumë tetovar edhe komunën vetë madje, duke publikuar fotografi të ndryshme të ambienteve dhe hapësirave publike në fakt, të cilat janë dëmtuar nga persona të papërgjegjshëm. Ka qenë kjo një iniciativë imja për të zhvilluar këtë bisedë sot dhe për të trajtuar këtë temë, duke pasur parasysh që po shtohen çdo ditë më tepër rastet e tilla të dëmtimeve të pronës publike, sidomos duke mos qenë të vetëdijshëm që prona publike është prona e joni, takon secilit prej nesh. Kam shumë kënaqësi sot të kem dy aktivistë të ftuar në studio bashkë me mua për të diskutuar këtë temë, Eda Ahmet dhe Oltre Xhepin, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, të faleminderit shumë për ftesën dhe mundësinë për të shpreh para publikës. Faleminderit shumë, faleminderit Olte. Gjithashtu faleminderit edhe juve për ftesën, gjithmonë është kënaqësi të jemi prezente në këto lloj emisione të cilat kanë për qëllim edukimin e gjithsecilit qytetar të mundshëm. Patjetër që po, si shihni, po filloj me ty Eda, si e sheh këtë dëmtimin e pronës publike? Kemi parë dëmtim të shtyllave të dritës, dëmtim të stoleve të ndryshme, të cilat janë të vendosura në hapësira publike. Çfarë do me thënë, çfarë paraqet kjo për ty? Vandalizmi në hapësirat publike është një farë lloje sipas meje revoltit të qytetarëve, agresivitetit, varfërisë, jo edukatës të mjaftueshme nga familja, nga shkolla, edhe pse nuk mbaron vetëm me dëmtimin e shtyllave apo stoleve, gjithashtu kemi edhe grafiti, vizatime mjaft në mure të ndryshme. Sipas meje, ndoshta dikush do të thotë tash kjo nuk ka lidhje çfarë është street art apo të them artit urban, por të kishin dhënë mundësi qytetarët të mund të shprehen në bashkëpunim me institucione të ndryshme, të mund të shprehen, të vizatohen mure, të vizatohen hapësira, të mund të bëhen aktivitete të ndryshme, do të ishte më lehtë për ne qytetarët. Por për fat të keq, për momentin nuk kemi ashtu aktivitete të ndryshme, nuk kemi hapësira të ndryshme. Si thash edhe më herët, nuk kemi ndoshta edhe edukat të mjaftueshme, dhe më vetë qytetarët e shprehin agresivitetin në këtë mënyrë. Nuk është në rregull. Nuk është në rregull asesi, por duhet të gjejmë një farë mënyre apo një farë organizimi, ditë të ndryshme që të mund të ndalohen kësi lloje aktivitete të revoltit. Olti, për ty, e ke parë prezente këtë lloj sjelljeje, duke pasur parasysh që ti edhe vetë je një i ri i cili frekuenton këto ambiente publike? Sigurisht, Rita, e them me plot keqardhje faktin sepse nuk është sigurisht e hishme pikë pari duke dalë nëpër rrugët e qytetit dhe të shohësh qytetin tënd i mbushur, domethënë me aktivitetet të cilat nuk kanë të bëjnë me atë lloj qyteti, nuk e reprezentojnë siç duhet atë lloj qyteti, duke marrë parasysh se akti i vandalizmit po ashtu është një vepër e cila dënohet me ligj dhe asnjëherë nuk do të jetë mënyra e drejtë apo e duhur si një qytetar të shpreh pakënaqësinë e tij. Sigurisht kur flasim domethënë për vandalizmi shtrihet në lloj mënyra dhe veprime të ndryshme, siç i përmendi kolegja këtu, duke marrë parasysh thyerjen e drunjve të ndryshëm, thyerjen e hapësirave publike, xhama apo etjer aktivitete të cilat i bëjnë. Zakonisht mendoj që kjo gjithmonë duhet të ketë zgjidhje dhe mendoj se ka zgjidhje. Vetëdijsimi i qytetarëve është pjesa më e rëndësishme të cilën qytetarët duhet ta bëjnë, sepse kjo ndodh nga mosdija dhe mos respektimi i ligjit pikë pari, ndoshta mund t'i themi se është themeli i bazë i asaj dhe shkaktohet si pasojë kjo lloj sjellje e cila domethënë reflektohet tek qytetari. Pastaj kemi edhe mosdijen të cilën nuk e dim se çfarë dëmi mund të bëjmë nga një lloj aktiviteti vogël apo një dëm të cilin e shkaktojmë nëpër hapësirat publike. Cila është arsyeja që mendon që njerëzit të rinj sidomos janë të dhunshëm në këtë lloj mënyre? Sigurisht të rinjt, siç e tha edhe kolegja, janë më shumë të revoltuar nga ajo sepse nuk po i kanë kushtet të cilat ata po i kërkojnë, por kjo lloj mënyre asnjëherë nuk do të jetë forma e duhur. Sigurisht ato e bëjnë edhe nga ajo sepse tregojnë një lloj pamaturiteti ndaj shoqërisë apo ndaj grupit shoqëror të cilit përcaktohen apo rrinë së bashku. Ku e kam fjalën te kjo? E kam fjalën sepse nëse gjenden me një grup shoqëror
dhe të tregojnë atë dominancën në thojza gjithmonë, ata bëjnë një lloj veprimi i cili është kundra ligjit dhe mendojnë se aty po fitojnë respekt ndaj asaj lloj shoqërie, sepse po e mbjellim si kulturë dhe sigurisht ata do e vazhdojnë. Po, përmendi Olti edhe pak ndërshkueshmërinë dhe përgjegjësinë përpara ligjit. Mendon që nëse do të kishim përgjegjësi ose nëse do të kishim institucione të cilat do i mbanin përgjegjës këta persona, do të kishim më pak raste të këtilla? E dyshimt është, sepse derisa vetë politikanët nuk kujdesen për natyrën, nuk kujdesen për rrethin e pak para edhe para se të fillojmë në emision, kishim një hapësirë të vogël të konsultohemi për këtë temë. Unë jam e Tetovës. Edhe ti e Tetovare. Edhe Olti është i Tetovës. Edhe Olti jemi mbledh gjithë Tetovarët sot këtu. Ne jemi të Tetovës edhe jemi afër rastit ku para një periudhë të shkurt u prem në numër të madh në Tetovë, edhe pse ndoshta pjesa aty nuk ishin në funksion, përsëri mendoj që vetë shteti, vetë komuna nuk janë kujdes për drut të mund të japin oksigjen, edhe pse Tetova është si hapësirë e cila gjithmonë kemi pas ankesa për ndotjen e ajrit, kemi pas ankesa për mundësi, kemi pas proteste për ndotjen e ajrit, në vend se të mund të përparohet mënyra që të kemi më shumë pemë, të kemi më shumë druj, të kemi hapësira më shumë me gjelbrime, tek ne, politikant pa emër, pa mbiemër, nuk ka lidhje, kushdo qoftë që të jetë, erdhën në Tetovë dhe i hoqën drut në do hapësira të cilet ishte përgjigje të panevojshme, ishte përgjigje se duhet të ketë drujt të ri, e cila do të humbe shumë kohë të gjatë derisa të rritet. Ndoshta e kishin do përgjigje se nuk ka pas trotuare të mjaftueshme, hapësirë për të zhvilluar hapësirën e njerëzve ku mund të kalojnë qasje. Por derisa nuk kujdesen vetë politikantët, derisa nuk kujdeset vetë komuna e qytetit, nuk mund të presim ne qytetarët të kenë kujdes më shumë se politikanët apo më shumë se personat që janë në funksion. Pikërisht. Ne po shohim në ekran Eda, në ndërkohë këto janë fotografitë e fundit që vetë komuna e Tetovës i ka publikuar, shohim shtylla të dëmtuara, shohim drunj të rinj të cilët thehen, shohim stole të dëmtuara. Dhe normalisht mendon që reagimi i komunës është i drejtë në këtë rast, ose duhet të bëjnë thjesht diçka më tepër se sa një postim në Facebook? Definitivisht jo. Ajo dëmtimi i njëjtë mund të bëhet në 2 të natës, në 3 të natës, kur nuk e sheh askush, kush e ka bërë dëmtimin në vetë ngjarje. Për të mund të reagojë komuna siç duhet në këto raste, duhet të ketë kontroll të mjaftueshëm, duhet të ketë mbikëqyrje të mirë, ndoshta kamera në të ardhmen, për ne jemi mjaft larg nga ajo. Ndoshta duhet shumë më shumë mbikëqyrje të mirë, barem të them. Mund nga dyqanet vetë që janë në atë rrugë, në atë vend, ku ka qarkullim të njerëzve më shumë, po nuk di edhe vendet që janë në funksion si dyqane për shitja kanë mbikëqyrje të mjaftueshme, apo kanë kamera apo kontroll në vendin e tillë dhe rreth vendit ku ndodhin këto gjithë aktet negative të them. Po, mendon Olti që shoqëria jonë është e vetëdijshme që prona publike është e jona? Do me thënë, jemi duke e dëmtuar vetë-veten? Sigurisht, unë pak më herët e përmenda faktin sepse kjo ndodh vetëm nga mos vetëdia të cilën qytetarët po ushtrojnë. Unë do doja një kundërshtim i vogël, nuk është diçka e madhe sigurisht, pa u keq kuptuar. Mendoj se ka njerëz, pikë pari unë mendoj se duhet të nisi me njëherë si persona, si individ, për ta ruajtur qytetin ton, e pastaj të vazhdojmë të institucionit për t'i kritikuar. Kjo është pse po e them këtë lloj mendimi. Me të vërtetë është diçka jo për t'u ndjerë keq fakti se ne duhet i përmendim këto lloj gjëra, të cilat janë diçka për njerëzit më të ulët të mundshëm të cilët i bëjnë. Ku e kam fjalën këtu? Ka raste ku mbillen drunj në për Tetovë, në për vendet të Tetovës, ka njerëz të cilët pa asnjë lloj arsye, pa asnjë lloj pikpamje shkojnë dhe e shkulin. Po ju tregoj një rast thjesht të vogël i cili më ka pëlqyer mjaft mirë, e gjej rastin po ashtu të falenderoj dhe më thënë Ardor kafe barin tek neve, shkaku se është pjesa e një hapësire publike ku ata vendosën dhe më thënë tek ajo hapësirë, vendosën drunj të cilët i vetë financuan, pa nevojën e dikuj tjetër, këtë e bën domethënë vetëm që ajo pjesë
e trotuarit apo pjesë ku nuk kishte as pak gjelbrim, ta vendosin në mënyrë vetë financimi. Kështu që kemi edhe kështu lloj qytetarësh të cilët kontribuojnë për hapësirat publike. Por problemi kryesor është sepse nuk merren aktivitete të Nga kush? do të thoja njerë si fillim nga organet kompetente, Kush? institucionet, Që do me thënë përsëri lidhemi tek institucionet. sigurisht, okay. Komuna? Kush? Pa marrë parasysh institucionet përkatëse të cilat janë. Okay. Por mund ta themi edhe aktivistët. Mund t'i hudhin fajet edhe tek neve njerë. Po çka të bëjmë ne? Mund bëjmë për shembull aktivitete të ndryshme, mund të shkojmë në për shkolla, të mesme, fillore, ku mbahen, t'i themi, workshope të ndryshme, edukative, të cilat do të thënë edukojnë të rinjt, për të mos t'i bërë këtë lloj gjëra, sepse ajo gjithmonë fillon nga të rinjt. Prej kur jemi të vogël, edukohemi dhe pastaj dalim që të mos t'i bëjmë këtë lloj aktivitetesh, apo jo. Kemi Mund të ndërhyjë, të prej të ndërhyjë. Po çfarë do kishe menduar nëse të kisha tregu që i kanë bërë edhe ato aktivitete të gjitha. Për shembull, ndoshta nuk është mjaft e lidhur me temën, po ka edhe pika të përbashkëta. Para sakt një vitesh, më duket se, me institucionin ZIP, që është NGO për momentin, kishim një aktivitet e cila e bënëm asamblen klimatike të qytetit të Shkupit, në të cilën bashkëpunuam me mjaft profesionistet nga profesionet të ndryshme në të njëjtën. Kishim arhitekte të ndryshme, kishim profesionistë që ishin për oxhaçarët që i pastrojnë oxhaqet për ndotjen e ajrit, kishim aktiviste që punojshin për artet urbane dhe lloje të ndryshme. E njëjta filloi në muajin janar, pastaj kishim 2 muaj ligjerata nga marsi deri në fund të prillit. Edhe e njëjta, pasi që mbaroi, kishim aktivistet nga mosha të ndryshme, të cilat shumica ishin mbi moshën 60 vjeçare, edhe pse shumë u çuditëm. Ishte mjaft e çuditshme për ne, sepse ne pritëm që më shumë do të kemi. Janë ata më të vetëdijshëm? Po, definitivisht. Ndoshta pse më herët kanë pas më shumë gjelbrime, më pak objekte, më shumë hapësira të përbashkëta. Pasi që mbaroi projekti, kishim mundësi, ne si volonterët e projektit, të shkojmë dhe të prezentojmë në hapësira të ndryshme, si shkolla, si aktivitetet të ndryshme, patëm mundësin edhe në Double 3 atëre bo një projekti madh njëjtë që ishte në nivelin e botës, kishte nga vendet të ndryshme aktiviste për të njëjtën temë, që ishte njëjtë e përbashkët edhe vandalizmit të hapësirave publike edhe ndotja e ajrit. Edhe në fund përsëri mora një përgjigje nga një person që ishte në moshën time, me i taj hupi shko me palidhje sende. Çfarë të bësh në atë moment, për shembull? Shikoni, kjo do me thënë është diçka mjaft e paramendueshme, sepse secili person nuk mundet ta kuptoj qëllimin tonë të pastër. Sigurisht, ajo është diçka më së e kuptueshme. Baza kyçe kryesore, cilën mendoj se po bëhet ai lloj gabimi, është sepse këto veprime nuk po merret asnjë mas të dënohen. Kemi rastin e fundit kur Rita na tregoi domethënë tek monitori se si janë bërë disa probleme, vandalizme në për komunën tonë të Tetovës, ku pastaj komuna e Tetovës kishte ndërmarrë një akt i cili kishte pasur kamera të sigurisë në atë lloj objekti, besoj se shtyllat tek rruga e butiqeve që i themi neve, besoj se e keni dëgjuar, këto ka qenë nëpër ditët e fundit, dhe kishin marrë domethënë masa që të dënohet ai lloj qytetari. Mendoj se kjo është një pjesë efektive e kësaj. Është diçka efektive tek qytetari, sepse qytetari po foli i moshës së rritur, nëse dënohet aty ku preket më shumë, domethënë tek xhepi i tij, dëmtohet xhepi i tij, unë mendoj se do të ketë dhe do të mbushet me mend, i themi më drejt për drejt. Por tek fëmijët, a ka zgjidhje edhe tek fëmijët? Tek fëmijët, domethënë, nuk mund të trajtohen të njëjtën mënyrë siç trajtohen qytetarët, më të mëdhenj, foli të moshës madhore. Si do trajtoheshin fëmijët? Nëse një fëmijë gjendet aty duke bërë një vepër penale apo një vepër të cilën e dëmton hapësirën publike, ai fëmijë mund të merret në organet kompetente
në mënyrë edukative po flas. Po, shiste fëmijët nuk kanë të drejtë të merren nga organet kompetente. Flas, do të thonë vetëm që mund të dënohet vetëm ta mbaroj. Prindi do të merret ose nuk merret as prindi se s'ke çka i bën thotë është fëmijë. Vetëm varet prej kulturës të shtëpisë që e merri ta. Për shembull, 14 vjeç është vajzat e mia janë e vogël, e madhja në fakt, nuk është më e vogla. E madhja është 6 vjeçare, e vogla është 2 vjet e gjys. Atë vet kujdesen se atë e shohin edhe në shtëpi. A mund vetëm ta mbaroj që mos të keq kuptohet. Atëherë, nëse ato fëmijët kur e kanë fjalën të merren nga organet kompetente, nuk e kanë fjalën të merren në burg apo të dënohen. Jo, se kanë fjalën aty. E kanë fjalën që të marrin dhe të bëjnë aktivitete, që atë lloj, për shembull, nëse është dëmtuar një dru, atë lloj dru të marrin dhe ta mbjellin përsëri bashkë. Do të jetë një mësim shumë më efektiv. Po, kjo do të jetë më tepër në bashkëpunim me shkollat se sa me institucione tjera. Kupton, ka zgjidhje gjithmonë për të gjitha gjërat. Derisa ti po përmend vajzën tënde që e kam parë që jep shumë shembull të mirë në shoqëri bashkë me ty, kam parë edhe vajzën e Shefkijes, gazetare e cila gjithashtu merr pjesë në të gjitha aksionet e pastrimit në Strug, kështu që kultura mbyllet që fëmijë, kam përshtypjen, është që në fëmijëri ajo ideja e moshudhjes, për shembull, ne sa shpesh shohim njerëz që hudhin nga dritarja diçka. Është përditshmëri e jona. Doa të ndalem dikun tjetër. Shumë shpesh policët janë prezent dhe nuk ndërmarrin asgjë. Unë kam qenë vetë prezente në raste kur dikush dëmton diçka, bën një vepër dhe nuk reagojnë. Çfarë mendoni për këtë? Të filloj apo të fillosh? Zonja gjithmonë si përsëri më duket se do kemi një mendim të kundërt kështu nga njëri tjetri. Prap do të lidhemi te politika. Nuk di pse e kam një përshtypje se gjithçka tek ne fillon nga politika dhe mbaron tek politika. Nuk jam person që merrem me politikën, nuk përkrahi asnjë farë lloj politikan, vetëm si shembull për momentin sa që e di une, edhe në fakt se kam edhe rreth meje njerëz apo persona që kanë hyrë në punë ndërmjet dikujt. Unë jam punësuar ndërmjet rritës në një institucion, jam polic. Çka e kam nga Eloni? Le të bajnë çfarë të duan, si unë rrogën e marr, shpinën e kam të fortë. Po hyn për arsye individuale në vend që të hyn për arsye publike. Me qenë dikush që me të vërtetë është mundu, ka kryer ndonjë shkollë apo ka ardhur me një mund deri në atë pozicion, edhe e bën punën e duhur siç duhet, në atë moment nuk ka nevojë të jesh i punësuar në atë pozicion unë me pa do të them, ej, a mund ta ngresh atë prej në tokë që e hudhet se nuk është vendi për ta hudhur. Najlonin apo çfarë do qoftë në tokë. Por në shumicën e rastit, personat që kanë hyrë në punë, siç thash, është me lidhje, vjen rasti e thonë, "Okej, unë do ta marr rrogën nëse shpyën e fortë kam çfarë të duan le të bëjnë." Do vjen dikush, do ta pastroj atë që e ka udhë në tokë. Ti Krishtolti? Besoj se deri diku nuk mundem të kundërshtoj. Se është sigurisht. Mirë është që do të thonë e kemi tek. Sigurisht po flas deri te një pikë e caktuar. Po tash zakonisht tek neve kjo ndodh, unë mendoj për mendimin tim personal, kjo ndodh nga shkaku sepse ai polic, ai i cili po ushtron detyrën e tij, nuk është i kënaqur nga kushtet e cilat i ofrohen nga ajo punë. Edhe sigurisht aty i kujton dhe është një zinxhir ajo, po. I vija e lloj mendimi i cili thot pastaj thot po ç'të bëj unë e marr një rrok të vogël, po ç'të bëj nëse bëj punë. Po ne e bëjmë edhe pa para, Olti. Ne e bëjmë edhe pa para. Unë Eda edhe shumë të tjerë pastrojmë rrugët edhe pa para. Sigurisht ajo ndodh. Kështu që është kretë vedia. Është një zinxhir, për shembull tek unë në shtëpinë, te tovarët e kemi parasysh se çfarë probleme të mëdha kemi kaluar me ndotjen e ajrit në Tetov, që është edhe lidhur përsëri me vandalizmin të hapësirave të publike. Jo ndoshta vetëm stole që i kanë thyr apo të them dritat apo diçka të ndryshme, po vetë fakti që drujt apo atë që mbeturinën që e hudh në tokë është një fakt që mund të përparon ndotje e ajrit. Kemi filluar me ndotjen e ajrit në Tetov, kemi mbrojtur deri sot, në cila unë ende marr shembull nga mami im. Mundohem të njëjtën ta përcjellit tek vajzat e mia, ndoshta po shpresoj edhe shumë kam dëshirë vajzat e mia ta përcjellin të njëjtën tek fëmijët apo tek rrethi. Do shkojnë në shkollë, do rriten nesër, mbas nesër do fillojnë në shkollë, ka dalë hap pas hape do të rritet hapësira apo do të rritet shoqata të cilat janë të kujdesshme për hapësirën. Po përsëri duhet të fillon nga një pikë e cila është fillimisht nga shtëpia, kultura shtëpisë, në familjes, pastaj edukata, pastaj institucionet, edhe mundësitë që të mund
qytetarët të shprehen në një mënyrë si aktivitet, si organizata, po thua ti të kenë ku ta nxjerrin mlefin. Definitivisht. Po çfarë thua Eda për këta njerëz, të cilët janë të njëjtë që dëmtojnë pronën publike këtu te ne, po nuk e bëjnë të njëjtën kur shkojnë në Evropë? Atje në Evropë kanë dënime të mira? Apo dënimet ndoshta janë, domethënë, kanë kontroll të mira, kolega. Është fakt që duhet të dënohet personi, po duhet të kesh mbikëqyrje të mirë dhe kontroll të mirë që të mund ta dënosh personin. Prap lidhemi te aty të kushtet. Edhe unë kam një mik që ma heq dënimin kur të bëj diçka. Patjetër, kjo është, doja të lidhem fiks te kjo që e përmendet ju Verita. Ai telefoni që i themi unë po e thras dikënd të cilin i njeh dikënd, ajo është problemi më kryesor aty. Po. Definitivisht është një prej problemeve që duhet zgjidhur. Mendoni që rrjetet sociale mund të shfrytëzohen si mjet për vetësimin e njerëzve dhe sa mendon që duhet përfshirë edhe në sistemin edukativ kjo anë e një dukurie negative që po ndodh? Jetojmë në një kohë, është sheku i 21 që vajzat e mia e përdorin telefonin sa do qoftë, që të mundohemi sa më pak ta përdorin përsëri, e kërkojnë në një moment, ndoshta nuk kanë rrjete sociale, po janë duke u rritur në një periudhë, në një kohë ku me të vërtet ndikon interneti, telefoni, rrjetet sociale, televizore, të çfarë do qoftë. Ndoshta mund të përdoren në këtë mënyrë të mirë. Ishte rast kur ndoshta e keni dëgjuar, janë në Kozjak për momentin disa iglos, edhe kishte moment kur ata deshtën ta pastrojnë hapësirën e Kozjakit, edhe thanë, "Okej, pra do ta bëjmë një aktivitet ku të gjithë kanë mundësi të paraqiten. Kushdo qoftë që do të mbledh një qese të madhe nga 120 litrëshe me plot mbeturina nga hapësira publike që do të mbledhet ajo, do të fiton një natë pa para të flej në iglos nalt." Edhe kishte shumë njerëz që vetë se kanë apliku, ne shkum sepse ndoshta si e përcjellim njëna tjetrën përsëri në rrjetet sociale, ishim nalt sepse ne shpesh herë shkojmë në mal, në ajër të pastër, në hapësirë gjelbrim, gjithçka është bukur nalt. Ishim se vetë se edhe kur shkojmë edhe për vikend, mbledhim diçka aty që i shohim në fund kur kthehemi në shtëpi. Shkum përsëri atëherë. Unë e pash si ishte Ada me ambicione të mëdhaja. Kjo është e jemja, kërkush mos ta mbledhe këtë. Edhe vetë me gjitha të ambicione të mëdhaja mblodh shumë mbeturina nga rrethi, edhe në fund thash, "Okej, çka të bëjmë tash? Çfarë duhet të bëjmë tash?" Bëni një foto dhe qite në Instagram të më shohin krejt se sa kom mbledh mbeturina. Aty e dallova se me të vërtet është fakt që ndikojnë rrjetet sociale tek publiku, tek qytetarët, se për shembull dikush do ta shohë, shifata sa miri ka mbledh, pastaj dikush tjetër të thotë, "Okej, tash mund edhe ne të shkojmë, edhe ne të shkojmë." Po edhe në edukat ka ndikim të madh, definitivisht po. E patjetërsueshme, Olti? Po të ndalemi domethënë tek mediat sociale, të cilat, siç e dim, neve jemi gjithmonë prezente këto. Sigurisht të më bëhet qefi kur e dëgjoj këtë lloj iniciative e cila është marrë dhe ka funksionuar. Sigurisht, nëse neve ndjekim një lloj trendi në për rrjetet tona sociale, apo pa marrë parasysh diçka të cilën mund ta lidhim me një aktivitet ku pastaj mund të shpërblehemi, mund të promovohemi në ato lloj media, sigurisht është diçka mjaft efektive, të cilën neve nuk jemi duke e praktikuar. Ajo është diçka në duke, të cilën neve nuk jemi duke e praktikuar. Sigurisht kam dëshirë në këto lloj temash të flasim domethënë për aksione konkrete, të cilat tregojnë deri tek zgjedhja e saj. Kemi hashtaget të ndryshme të cilat mund të përdoren gjatë një lloj videove dhe pastaj dikush tjetër ta hedh dhe kjo shkon siç e thatë edhe zinxhir. Pastaj kur do e shoh se Rita e ka bërë të njëjtën, do e bëj edhe unë. Do e bëj pastaj edhe Eda dhe duke shkuar deri tek tjetër kush. Mbrim të rezultate. Pastaj mos të flasim nëse do të ketë një lloj shpërblimi për atë lloj gjëje. Ajo do të jetë edhe më efektive, 2 herë më efektive se sa pa shpërblim. Absolutisht. Olti edhe Eda, unë ju falenderoj shumë që sot ishit bashkë me ne për të diskutuar këtë temë kaq të rëndësishme dhe uroj të shihemi prapë. Faleminderit shumë Rita. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.